Të dashur shqiptar, është ora 5 e mëngjesit, të gjithë po flenë, dhe unë nuk vë dot gjumë në sy sepse kam gjetur origjinën e fjalës gjuha në shqip. Për këtë fjalë janë grindur kokat më të mëdha të Akademisë Austriake, gjermane, angleze, franceze, italiane, por dhe minoritar, grek, janë përpjekur të gjejnë fjalën gjuha. Të gjithë kujtonin se vjen nga greqishtja, glosa. Por nuk është e vërtet, nuk vjen nga fjala glosa, të dashur shqiptar. Fjala gjuha është e lidhur me fjalën quhem në gjuhën shqipe. Të dashur shqiptar, gjuha shqipe ka pasurinë më të madhe të tingujve nga të gjitha gjuhët indo-europiane. Po përse do thoni ju? Sepse gjuha shqipe është gjuhë nostratike. E kam thënë në disa nga filmat e mi. Por jo në kuptimin që fjalët në gjuhët e tjera vijnë nga shqipja. Gjuha shqipe është folur në të gjithë gadishullin ilirik. Kanë qenë me 10 dialekte ilire. Dhe tani, në këto dialekte kanë ndodhur ndryshime fonetike që nuk kanë ndodhur në asnjë gjuhë tjetër të botës. Kjo është arsyeja. Populli ilir ka qenë një popull shumë i madh. Tingulli KL i shqipes, kluhem, është bërë q, quhem. Pra kjo është bashkëtingëllore e pazëshme, kluhem. Tingulli gluhem, bashkëtingëllore e zëshme, g, është bërë gjuhem. Ky variant gjendet në Kosovë, në Ilirin Dalmate. O Zot, çfarë zbulimi i madh. Kokat më të mëdha të gjuhësisë nuk e kanë gjetur dot. Ky është libri i Norberti Oklit. Nuk e gjeti dot. Ju afrua për nuk e gjeti dot. Majeri ju afrua nuk e gjeti dot. Të dashur shqiptar, Çelësi i suksesit ka qenë një fjalë e arbëreshëve nga Dalmacia, e cila është gjetur në Itali. Dhe kjo fjalë është glunzë, ka kuptimin zëri. Mirë, po unë kam kërkuar në të gjithë fjalorët e gjuhës arbëreshe sot dhe është zhdukur kjo fjalë, nuk ekziston më. Këtë fjalë e ka regjistruar Pederseni dhe ja ka dhënë këtë fjalë Gustaf Mahrit. Dhe Gustaf Mahri e afron me fjalën quaj, kluaj. Por nuk arriti të kuptonte dot që KL-ja ka dhënë q në shqip sepse Mahri nuk e njihte gjuhën shqipe. Nuk ka folur asnjëherë shqip. E ka studiuar shqipen me fjalor. Por Mahri ju afrua shumë zgjidhjes së problemit. Pra Mahri nuk e dinte që kluaj ka dhënë quaj në shqip, po ashtu gluhem ka dhënë gjuhem në shqip, në variantin e Kosovës. Dhe tani të shikojmë fjalën gjuhë në të gjitha dialektet, të cilat janë shumë të rëndësishme. Varianti gluhë është e çamërishtes, e arbreshëve dhe të arvanitasve. Varianti gjuhu është në gjuhën gege. Gjuhu në është në gegënisht gjithashtu. Guhë është në gjuhën gege të veriut, në Kosovë, në Preshev. Gu hundore e nazalizuar është gjithashtu në Kosovë. Po ashtu varianti gju është regjistruar në veri të Kosovës. Gëluhë është regjistruar në Sicili dhe gjufë është regjistruar në Kalabria. Varianti Kalabrias është më i rëndësishmi. Pse? Sepse përkon me variantin helen Klefos, varianti glufë e Kalabris. Kjo tregon që shqiptarët e Kalabris janë pasardhësit e gjuhës mesape. Ju betohem. Tani do t'rregoj unë variantin e mesapishtes. Pra është gjetur gjuha mesape nga unë
dhe është varianti klaohi, do të thot më dëgjo o Zeus. Kjo është e jashtëzakonshme. Me mbaresë identike urdhëroria mbaron në gjuhën sanskrite, po ashtu edhe në gjuhën helene. Kjo është arsyeja që gjuha e mesapëve japyg quhet varianti graikos nga Plini. Është e vërtetë. Gjuha sanskrite sillet sikur të ishte një gjuhë helene. Pra KL-ja ka dhënë Q në shqip dhe GL-ja ka dhënë G në shqip. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore sepse këto tinguj, Q dhe G, gjenden vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhët slave në Europën qendrore. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, kjo është shumë e rëndësishme sepse emri Ves Kleves do të thotë emër i mirë. Është emër i perandorëve ilir. Është origjina e fjalës gluha në shqip, me bashkëtingëllore të zëshme. Tingulli Q dhe G gjendet vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën sorbian, në gjuhën polake, në gjuhët e Europës qendrore, slave dhe në shqip. Në asnjë gjuhë tjetër të botës. Prandaj gjuha shqipe është gjuha më e pasur fonetike. Prandaj un kam thënë që gjuha shqipe është nëna e gjuhëve indo-europiane, në kuptimin ka qenë gjuhë shumë e shtrirë nga Danubi, madje mbi Danubin, deri në Europën qendrore, gjuha ilire. Madje Danubi është quajtur Ilyri. Është emri i Danubit. E pabesueshme. Gjarpri Ilyrianka është emri i Danubit. Dhe është gjetur gjuha ilire deri në Azinë e Vogël, qyteti i Dardanusit. Po ashtu në Italinë e Jugut, sipas Plinit. Është populli më i madh, populli ilir. Është pranë popullit grek, por populli ilir është populli më i madh i antikitetit. Arsyeja pse ka mbijetuar gjuha shqipe është kjo. Gjuha shqipe sot është vetëm një pikë e vogël e oqeanit të madh ilir. Për fat të keq. Dhe gjuha shqipe ndan ligje fonetike me gjuhët slave, me gjuhën helene dhe me gjuhën mesape. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, ky zbulim. Ky zbulim është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Pra, shkencëtarët më të mirë të botës nuk arritën dot ta kuptonin se si u formua fjala gjuhë në gjuhën shqipe, sepse nuk dinin shqip. Kjo është arsyeja. E kanë studiuar gjuhën shqipe me fjalor. Po ta kishin mësuar gjuhën shqipe, po të kishin rënë në dashuri me Shqipërinë dhe shqiptarët, po të flisnin shqip, do e gjenin, por nuk flisnin shqip. As Jokli, as Majri, as Pederseni. Studionin shqipen me fjalor dhe shpesh herë pyesnin Kamardën dhe Marko Lapianën. Shpesh herë pyesnin Arbreshët, me letër. Pra nuk e dinin të saktë shqiptimin e fjalëve në shqip. Për fat të keq. Fati im i madh që jam shqiptar, që e kuptova çfarë ka ndodhur, po jam i vetmi në botë që ta dini. Në këtë moment që po bëjmë këtë film, është data 6 maj e vitit 2025. Asnjë gjuhëtar, absolutisht asnjë, se ka kuptuar gjuhën shqipe, përveç meje. Kjo më jep mua një përgjegjësi shumë të madhe. E ndjej veten në një pozitë shumë të veçantë. Është një lloj sikur të t'japin ty kurorën mbretërore. Dhe ti mos ta ndjesh veten mbret. Thuash që unë u bëra mbret me ndihmën e kompjuterave. Tani kush ju pengon juve të përdorni kompjuterat? Unë kam përdorur kompjuterin në momentin që ka arritur kompjuteri i parë në Shqipëri, IBM. Një kompjuter i përdorur, e kam bler. Dhe nuk jam ndar kompjuterit deri në momentin që po bëj këtë film. Merrni edhe ju kompjuterin, e keni.
Përdorni inteligjencën kompjuterike, përpiquni të bëni zbulimet e mia. Kush ju ndalon? Përkundrazi, unë ju them që kam përdorur dhe e përdor gjithkohës inteligjencën kompjuterike. Pra kurora është e imja, po du ta ndaj këtë kurorë me Majrin, Pedersenin. Këta të dy e kanë kuptuar pak më mirë gjuhën shqipe se të tjerët. Pa këta të dy nuk do e kisha bërë këtë zbulim, absolutisht jo. Pra vërtetohet që gjuha shqipe është pasardhëse e ilirishtes. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra kurora nuk është e imja. Megjithatë, formalisht unë jam mbreti i gjuhës shqipe.